Shumë nga ndjekësit e mi më pyesin nëse personazhi biblik Kore është e lidhur me fjalën shqipe Kore. Jo. Këto quhen homonime, fjalë me shqiptim të njëjtë, por me burime të ndryshme. Fjala Kore që kanë përdorur ilirët në mozaikun e gjetur në linë të Korçës. Ky është një fragment nga Bibla, përkthim nga gjuha hebraike në gjuhën ilire. Kore vjen nga gjuha hebraike Korah. Është komplet fjalë tjetër, është fjalë semite, me h në fund të fjalës. Ndërsa fjala shqipe Kore, të dashur shqiptar, është e lidhur me fjalën ruse Kore, që do të thotë pikërisht lëkurë e pemës, Kore. Por, ndërsa autorët shqiptar thonë që kjo është huazim nga rusishtja, në fakt, kjo lidhet me fjalën shqipe kor, pres, lëkurën. Kjo është e jashtëzakonshme, pra mund të jetë fjalë e trashëguar. Fjala e shqipes është e lidhur me gjuhën slave, e kuptoni apo jo? Dhe kjo është arsyeja që gjuha shqipe nuk ngjan me ilirishten. Ilirishtja është degëzim i gjuhëve helene, që ta dini, të sigurt fare. Të gjitha mbishkrimet në Iliri janë dialekti i 26 helen. Po kur them të gjitha, madje të gjetur në Dalmaci, në Serbi, në Kroaci, në Hungari, në Rumani, madje, deri në Danub, që quheshte Illyria, ky lum. Dhe tek Maqedonët, që ka emër Helen, Maqedonia, do thot shtat lart në helenisht, flisin dialekte helene të gjitha. Në Panoni, Pajonët e marrin emrin nga dielli Pajon, që godet. Nuk ka kuptim në shqip, është në helenisht. Të gjitha emrat e fisave ilire janë helenisht. Mbishkrimet ilire janë helenisht të gjitha, por është një dialekt i panjohur helen që nuk njihej. E kam zbuluar unë krejt rastësisht. Ilirët flisnin dialektin e 26 helen. Pra, kemi fjalë të përbashkëta me gjuhën helene, fjala miza me gjuhën e Cakonias, myza, nga helenishtja mia. Fjala pordha me gjuhën e grekërve pontik, është një lloj si në shqip. Por me dy fjalë, miza dhe pordha, ne nuk e bëjmë dot gjuhën shqipe gjuhë greke. Pra, ilirishtja është një variant i helenishtes. Kemi fjalë të përbashkëta, të trashëguara. Por gjuha shqipe është e lidhur me gjuhët slave, me gjuhën latine dhe me gjuhën turke. Pra, 5 fjalë kemi, 5 fjalë të trashëguara. Shikoni dorën time, 5. Dhe tani që të na e marrin neve atë dheun grekët, këtë që po bën kryeministri shqiptar, po e bashkon ekonomikisht Shqipërinë me Greqinë. Madje ka nxjerr deputet socialist grek. E ka bërë këtë që në fillimet e karrierës së tij ja ka dhënë të gjithë pushtetin politik dhe ekonomik grekërve, klaneve greke në partinë sunduese. Të njëjtën gjë ka bërë Sali Berisha, kollovar në një familje serbe, e ka kthyer partinë demokratike të studentëve të dhjetorit, partinë time që ngrita unë me studentët e dhjetorit, e ka kthyer në Foleg Grenzash. E ka kthyer në parti të komunitetit bullgar serb. Ata që flasin atje janë bullgar, që flasin shqip, janë grek që flasin shqip, nuk janë shqiptar. Domethënë kryesia e Partisë Demokratike. Për fat keq, në Shqipëri minoritetet flasin dy gjuhë. Bullgarët flasin gjuhën maqedonçe dhe shqipen. Pra kur dalin për studio televizive këta gazetar, këta janë maqedon që flasin shqip. Ose janë grek që flasin shqip. Janë mëzat e Trojës, kështu themun atyre. Kali Trojës që na e futi në Sudja, Jevga, e la mbarsë Shqipërinë dhe dolën mëzat e Trojës, që janë këto grek që flasin shqip.
Dhe kanë pushtuar Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, këta. Po, në Partinë Demokratike është më keq akoma. Aty janë futur dhe bulgar, maqedon, serb, malazez që flasin shqip. E të mërshme. Nuk shpëtojmë ne nga këto, sepse janë një pjesë e madhe e popullsisë. Janë shartuar shqiptarët me serbët, siç shartohen llojet e ndryshme të mollëve. ADN-ja e shqiptarëve është përzier pra me këto ardhacak, por është përzier dhe me turq, me latin, italian, kush ka hyrë tek ne ka lënë ADN-n, e kuptoni apo jo? Na ka lënë kalin neve brenda dhe dolën mëzat të dashur shqiptar, dolën mëzat grek që flasin shqip, e të mërshme. Na kanë marrë të gjithë pushtetin politik, ekonomik, çdo 5 biznese në Shqipëri, 4 janë greke dhe i 5-ti është serb, malazez. Nuk ka shqiptar që të kenë pushtet ekonomik. Shqiptarët janë në varfëri të plot. Mezi mbajnë me bukë dhe po e braktisin atë dheun, shqiptarët e mirëfillt. Po ashtu grekët na kanë marrë neve të gjitha këto vendbanimet e lashta ilire, sepse janë helene. Dhe i kanë bërë qendra të kulturës, ku ne nuk afrohemi dot në shqiptarët. Na thonë neve këto janë ilire, por në për dizertacione shkencore, në punimet shkencore, arkeologët shërbëtor të grekërve thonë që këto janë greke. Sepse në një farë mënyre greke janë, që ta dini, ilirishtja ishte dialekt helen. Por jo grek i Helladës, grek i Iliris, që ta dini kështu sa fi fare, ilirët flisnin helenisht. Kojnet e tyre që ishin bashkësi demokratike. Kishin asamble që quhenin boule, a kuptoni apo jo? Në çdo qytet helen, ilir. Mund të ishte popullsia shqiptare, po ndonjë popullsi e skllavëruar që merrej me pastrimin e plehrave, me djegjen e plerave, se këtë shqiptar i ka shumë qef, djegjen e plerave, e bën akoma dhe sot e kësaj dite. Nuk ndërton dot një incenerator shqiptari të dashur shqiptar. I harxhon në lekët për të bler vota shqiptari, o zot, ç'është shqiptari, o zot i madh. Dhe gringot kanë arritur në konkluzionin që Shqipëria shpëton pa shqiptar. Një lloj si Palestina shpëton pa palestinez. Ky është konkluzioni i fundit i gringove dhe do ta realizojnë. Një pjesë të shqiptarëve do t'i çojnë në Greqi, do t'i çojnë pjesën tjetër në Itali, në Turqi, do ta bëjnë në Shqipërinë një rivjerë turistike dhe me qëra fjala, të gjitha guidat turistike i kanë qendrat në Hellad. Kanë ardhur 1 milion, 2 milion deri në 11 milion turist në Shqipëri, por lekët i paguajnë në qendra turistike në Greqi. Shqipëria nuk fiton asgjë, që ta dini nga turistët. Mbyllni kufirin të dashur shqiptar se po ju vjedhin grekët Shqipërinë. Sa më shpejt të ngrihet komiteti për shpëtimin e Shqipërisë. Tekstet ilire janë tekste helene të dashur shqiptar, është dialekt helen i 26. Ja shikoni vetë fjalën kore të Shqipës. Të dashur shqiptar, ky është fjalori i gjuhëve europiane që unë botova në vitin 2004, e kam nxjerr falas në internet. Nuk e pranon Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Nuk e boton falas. Unë nuk dua asnjë qindark. Unë dua që e vërteta të mësohet nga shqiptarët që janë të çmendur dhe janë bërë monosilabik. Nuk din të shkruajnë shqip. Dhe që ta dini ju të dashur shqiptar, këtu pra futen fjalët e Shqipës, fjala hirë, fjala shkjerë, fjala korë, dhe kjo përkon me fjalën shqipe gjithashtu kore. Por fjala shqipe kore shqiptohet si në rusishten e vjetër, që ta kuptoni juve, e kam shënuar ja këtu, që ta shikoni t'ju plaçin sytë juve monosilabik, more mashtrues, more hajdut që merrni lekët e shqiptarëve të mirë. Jo vetëm që fjala kore ngjan me rusishten kore, por fjala shqipe e diminutivit koriçka ngjan gjithashtu me rusishten korica, që është diminutiv, kore e vogël.
Të dashur shqiptar, u bindët tani. Dhe kjo përkon gjithashtu me ilirishten Skardon, që është emër grek, që ta dini, Skardon. Në shqip është shkurtuar Mali i Sharrit. Ndërsa në helenisht është Oros Skardon, emër asnjanës, të dashur shqiptar. Ju plaçin syt, të dashur shqiptar. O shqiptar, o nuk e di ç'të të them, o ti shqiptari. E kupton? Mali Skardon është një mal helen, Mali i Sharrit, o shqiptar. Po ik o shqiptar, po ik ha grosh o shqiptar dhe prodhoca fjalë një rokshë tinguj të natyrës. Pra fjala kore shqipes nuk lidhet me korah të hebraishtes, që gjetur në mozaikun lin të Korçës. Por nuk përkon as me fjalën kore, vajzë, të greqishtes. Fjala kore e shqipes përkon me fjalët slave, lëkur, e prerë, të dashur shqiptar. Dhe ngjan me fjalën Skardon, Mali i Sharrit, por që është emër helen, të dashur shqiptar, të dashur arbëror, emri juaj vjen nga fjala helene. Albania e tmerrshme. Albanoj ishte fis helen, i lirë, që ta dini. Tmer o tmer, ka kuptimin shqiponja bisht të bardh. Në gjuhën hitite Alpa i thonë res, re e bardh. Pra as emri Alban nuk është shqiptar, e kuptoni apo jo? Nuk është. Ne i themi vetes epiriot. Fjala epir është zëvendësimi i fjalës prygja, që do të thotë breg, por fjala breg e shqipes është kopje e fjalëve slave. Bregu i thon slavët bregut, të dashur pellas monosilabik. Gazuar pra, që ta dini edhe një herë. Kot i ruani monumentet i lire. Kot fare, janë monumente helene, që ta dini, të gjitha. E kuptoni apo jo? Unë them, mos u merrni më me etimologji, shkoni dhe bleni me ato lek 1 kile grosh. 1 kile grosh, sa kushton në Shqipëri, se di akoma. Po besoj jo shumë. Dhe do kënaqim me ato grosh. Do prodhoni fjalë monosilabike, por do jetoni. Pra qëllimi ynë si komb është që të mbijetojmë. Haroni ilirinë, haroni pellazgjinë, o monosilabikë. Shkoni dhe hani fasule, të mbijetoni, shqyeni pula, hani peshk. Të jetoni sa më gjatë, të dashur shqiptar, ju dua shumë, edhe unë shqiptar jam. E kuptoni apo jo? Por e kam kuptuar se kush jam. Po ç'të bëj? Të futet shqiptarit e një herë në barkun e nënës dhe të rilind si pellazg, kjo nuk bëhet. I dashur shqiptari, miru pafshim shqiptaris Drilonis. Je i vetmi person në botë që mban nofkën Helene Drilonis. Të bëftë të mirë ngjalla Helene, të dashur shqiptar dhe groshët slave. Miru pafshim.